Siguria ushqimore, por edhe çmimet e larta gjatë sezonit veror mbeten ndër shqetësimet kryesore për qytetarët e Vlorës. Me rritjen e temperaturave dhe fluksin e pushuesve, qytetarët shprehen se tregohen edhe më të kujdesshëm në përzgjedhjen e produkteve që konsumojnë. Ata thonë se pjesën më të madhe të blerjeve preferojnë ta kryejnë në pika ku kanë besim dhe që i frekuentojnë prej kohësh, ndërsa tregohen më të rezervuar ndaj blerjeve në subjekte që nuk i njohin. Sipas qytetarëve, kontrollet për sigurinë dhe cilësinë e produkteve ushqimore duhet të shtohen, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur temperaturat e larta kërkojnë respektim të kushteve të ruajtjes dhe tregtimit të ushqimeve. Një tjetër shqetësim që ata ngren lidhet me datat e skadencës së produkteve. Qytetarët shprehen se ekziston frika e ndërhyrjes apo ndryshimit të afateve të skadencës, ndërsa tregojnë se nuk kanë munguar as rastet kur kanë konstatuar produkte të skaduara pasi i kanë bler. Në Itali kam marrë me pushime në shtëpinë time dhe këto gjëra me fjalë nuk i shikoj shumë. Kur marrë vetëm marrin gjë te njëri të njëjtur. Nuk e di. Edhe nuk ka siguri në skadencë. Aty ke skadencë, këtu se ka skadencë. Nuk e jep. Duhen shtuar kontrollet, po shumë. Se ka rrezik. Në ka rrezik kuptimin që s'di çfarë ha. Janë ngritur të rrashëmit që se përballon njëri fare. Nuk i përballon dot. Kush? Ne pensionistat i përballojnë? Asnjëherë. S'ka siguri fare. Sa? Po nuk ka. Ku ka kontrolle? Prandaj njerëzit duhet të kenë kujdes për ato që blejnë. Po kontrollet më shumë, masa më shumë. Të skaduar nuk e di, por nëpër supermarkete kam frikë. Kam frikë se mund t'i ndrojnë etiketat. Atje do shumë kujdes. Ham ato që na japin, po se çfarë është duhet i dim të tjerët që merren me ato punë. Jo ne fare nuk ka, se po të kish kontroll nuk bënin këtë që bëjnë. Nuk kam besim. Sa për në gjyrat janë vallazhura një fare. Po të vendi besuar në një dyqan që ti kemi afër, marrim. Po me kontroll edhe beson, s'ka kontroll s'është gjë. S'është gjë. Po tek tani mirë. S'kemi ndonjë problem, ndonjë shqetësim. Në këto kushte, qytetarët kërkojnë më shumë kontrolle nga autoriteti kombëtar i ushqimit në markete, dyqane dhe subjekte të tjera që tregtojnë produkte ushqimore, me fokus respektimin e afateve të skadencës, kushteve të ruajtjes dhe standardeve të sigurisë. Qytetarët apelojnë që kontrollet të jenë të vazhdueshme dhe shkeljet të ndëshkohen në mënyrë që produktet që përfundojnë në tryezën e konsumatorëve të jenë të sigurta.